takimin Nimitz-Merkel, ambasadoria gjermane në Shkup e sheh si shenjë se vendi i saj dhe kancelarja Merkel po interesohet për kontestin me emrin. Znak во всяком случае da se gospođa Merkel Mendoj se për çdo rast është shenjë se zonja Merkel dhe qeveria gjermane po interesohen për këtë çështje, theksoi ambasadoria gjermane Gudrun Steinaker, e pyetur të komentoj takimin në fjalë. Edhe sa i përket qëndrimit francez se është e dëshpëruar nga ngecja e procesit të bisedimeve rreth emrit, ambasadoria franceze Laurence Auer thekson: Franca si vend është e angazhuar të ndihmojë sa mundet ndërmjetësit Nimitz. Ne nuk jemi këtu ta zëvendësojmë atë, por të ndihmojmë në të gjitha mënyrat. Ambasadoria e Gjermanisë dhe ajo e Francës këto komente i bën pasi bashkarisht vendosën lule në varrezat e ushtarëve gjerman në Prilep dhe atyre francez në manastir, ndërsa nuk nguruan të theksojnë se pajtimi gjermano-francez duhet të shërbejë si shembull vendeve të Ballkanit për zgjedhjen e konflikteve të ndërsjella historike. Ai proces i pajtimit është shembull për të gjithë se si është e mundur të kalohen me vullnet politik dallimet deri edhe te urrëtia. Ai proces është i mundur për të gjithë, theksoi ambasadoria gjermane Gudrun Steinaker. Nuk dua të them se ne jemi modeli, por dua të theksoj se ne kemi qenë burra dhe gra që bashkarisht kemi vendosur të shohim drejt ardhmërisë, theksoi ambasadoria franceze Laurence Auer. Por kur është në pyetje pajtimi mes popujve të Ballkanit, kjo duket se shkon me vështirësi pasi që reagimet maqedonase ishin të ashpra kur ish ministri i mbrojtjes Fatmir Besimi dhe më pas edhe ministri aktual Talat Xhaferi nderuan dëshmorët e UÇK-s.